Turizmi nuk i takon vetëm qyteteve bregdetare, madje Shqipëria ka shumë për të ofruar në çdo cep të saj. Bashkia e Prenjas e çeli sezonin turistik duke promovuar jo vetëm parkun kombëtar të Shëbenikut, tashmë hapësirë mbrojtur nga UNESCO, por traditën dhe kulturën e jashtëzakonshme që kjo zonë bart. Sot jemi në festivalin e parë folklorik që zhvillohet në zonën e Rajcës. Emri i festivalit është Rajca e Vallës, për shumë arsye pasi këtu është vendi ku vallja dhe kënga bëjnë një në çdo skenë shqiptare. Sot ne kemi vendosur festivalin e parë ta zhvillojmë në Rajcë, pasi nga këtu nis gjithçka. Këtu është vendlindja e shumë artistëve të zonës që kanë trashëguar vallë ndërmesa. E teksa turizmi, sidomos në zonat malore, kërkon ende shumë punë për t'u zhvilluar. Kryetari i Bashkisë së Prenjas i gjykon se paketa e maleve do t'jetë një ndihmës në këtë drejtim. Ky vit e gjen Bashkinë Prenjas me më shumë njësi akomoduese për agroturizëm, edhe një instrument i rëndësishëm i cili na është vënë tani në përdorim është edhe pakete maleve, ku zona jonë ka një potencial të madh për zhvillimin e agroturizmit, dhe me këtë paketë ne do arrijmë që shumë njerëz që kanë aplikuar të marrin lejet pranë bashkisë të zhvillojnë bujtina për të pritur sa më shumë turistë. Sipas banorëve, kjo zonë ofron çdo gjë, që nga kulinaria deri tek traditat e lashta. Turizmi tashti është një nevojë e domosdoshme. Dhe në këtë rast duhet të kontribojnë edhe bashkia të na ndihmojë me fonde, a me mjetet të tjera, por edhe vetë neve të kontribojmë për aq sa kemi dhe të ngrejmë atë bazë strukturore, infrastrukturore që të thithim që të vinë sa më shumë turistë nga vizë të ndryshme. Me premtimin për ta kthyer një traditë për herë të parë në Rajcë Sutaj u zhvillua festivali folklorik Rajca e Valleve. Buçitjet e daullës mbërritën në male, ndërsa Rajca nuk mund të prezantojë më bukur se me ngjyrat e larmishme të kostumeve popullore dhe hapat në ajër të vallës së saj të famshme.